Një aksident gjatë punës ka shkaktuar plagosjen e një 56 vjeçari në pusin e naftës në Kocull të Vlorës e përpaksa nuk është kthyer në tragjedi. Pas incidentit të ndodhur, specialistët për hetimin e krimeve të stacionit të policisë së Lenic nisën me njëherë hetimet me shoqërimin e personave, marrje në pyetje dhe referimin e rastit në organin e akuzës për përgjegjësinë e firmës mirëmbajtëse të pusit. Referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për veprën penale, shkelja e rregullave të mbrojtjes në punë për AC, 56 vjeç me detyrë përgjegjës në firmën e mirëmbajtjes së pusit të naftës në fshatin Kocull, pasi është dëmtuar në dorë gjatë punës GM, 56 vjeç banues në Vlorë, njoftoi policia vendore. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.